Unë dua ngrej një shqetësim që ju, edhe kjo tregon, që ju rendin e ditës e bëni sipas qefit tuaj, hiqni nga rendi ditës, fusni nga rendi ditës, ndërkohë që keni 7 javë që mbani të bllokuara 4 iniciativa të deputetëve të opozitës. I keni futur në kalendarin e punimeve të kuvendit si ligje pa datë për seancë plenare dhe nuk pranoni të shqyrtoni në komisionet parlamentare. Ka nisur puna për çdo projekt ligj të depozituar nga kolekt mazhorancës, javë më vonë iniciativave të propozuara nga deputetët e opozitës dhe ju pranoni të shqyrtoni këto iniciativa, fjala vjen ndryshimet në kodin detar janë dorëzuar një javë pas iniciativave dorëzuara nga ne, ju ato i merrni shqyrtim në komisione, ndërkohë 4 iniciativa të deputetëve të opozitës që përkojnë edhe me detyrime që ne kemi në kuadër procesit integrimit, nuk pranoni të shqyrtoni. Dhe kjo, zoti kryetar, është një cënim i rënd i parlamentarizmit. Ju nuk mund t'i trajtoni deputetët ca të nënës dhe ca të njerëkës. Iniciativa tuaja i fusni dhe i shqyrtoni apo i hiqni nga rendi ditës sipas qefit, ndërkohë 4 ligje që presin prej javë të shqyrtohen, që janë iniciativa deputetëve të opozitës, refuzoni t'i shqyrtoni. Prandaj kërkesa jonë është, me qënë se hoqëm për hatër të integrimit një projekt ligj, të fusim për hatër të integrimit 4 projekt ligje tona, ligjin për shfuqëzimin për ligjin e investimeve strategjike, zonat e mbrojtura, paketën e maleve dhe ligjin e trashëgimisë kulturore, që kjo seancë në ky parlament të kthehet në normalitet. Faleminderit. Propozimet për ndryshimin e rendit ditës, siç e keni ndjekur, janë të erpashershme nga gjithë grupet dhe nga opozita dhe nga